Në vitin 2017, një ndër momentet më të vështira të jetës tënde, ti përballesh me vdekjen, kalon një vdekje klinike. Përballem me një jetë që nuk e kuptova ç'ishte, ishte një errësirë që erdhi si pasojë e asfiksisë në rrugët e frymarrjes, për shkak se e di kush është paradoksi më i madh i yni si pacient, po dhe i imi personalisht, që ne shkojmë në spital me këmbët tona dhe në momentin që medikamenti jetë shpëtues, se ka qenë nëpër masa të vogla, në sasi të vogla ka qenë 5 copë, 4 copë, 3 copë, po pra për të shpëtuar jetën këtyre paciente ka qenë ky medikament nga viti 2010 e tutje. Po në sasi të tilla ka të pakta që duhej sipas nevojave, sepse gjithmonë lind një nevojë, merret një masë. Pra, nëse s'kemi nevoja, nuk kemi as masa konkrete dhe të qarta. Dhe flas këtu për politikbërjen, për masa politike, jo masa në kuptimin që ne si pacient të marrim masë ikim tani nga dheu që të gjejmë shpëtimin jashtë shtetit. Pra, unë shkoj në spital, nuk e gjej këtë medikament, jo se nuk është, por se nuk ofrohet nga depo e farmacisë spitalit. Do thoni ju pse? Nuk e di. Asu nuk mund të jap dot një përgjigje pse. Jo se nuk u bën procedurat burokratike, jo se mjekët nuk e vënë ujë në zjarr, jo se urgjenca nuk u alarmua, po sepse askush nuk mundi ta tërhiqte dot atë medikament në momentin e duhur. Për çfarë ndodhi? Ndodhi një asfiksi, domethënë edema filloi të përkeqësohej, ishte një edema akute në rrugët e frymarrjes, filloi që në pjesën e kraharorit, në mushkëri, dhe pastaj mori sipër. Dhe sigurisht që ju thashë pak më herët që edema në rrugët e frymarrjes është fatale për jetën. Dhe unë ndjeva këtë. Dhe të mendoni stresin që ka një pacient kur përjeton, kur e di se çfarë po ndodh, sepse ne ishim në dijeni të smundjes son, pra sa më shumë të dish është edhe më keq në të njëjtën kohë, sepse fillon dhe krijon një stres dhe akumulon një stres i cili është i duhur, sepse normale, çdo njeri stresohet kur mendon që do vdes pas pak minutash. Dhe në rastin tim ishte, jo, unë po stresohesha sepse e dija që medikamenti ishte dhe nuk po vinte. Ndërkohë, i kërkohet vajzës time, cila vuan nga kjo smundje, i kërkohet të dhuronte gjak, se në të kundërt nuk do t'jepej plazma e freskët. Mendoni pak se si mundet vajza, edhe ajo me një problem të tillë serioz, të jap të ofroj gjak për nënën e saj, ndërkohë që nuk i dihet se si mund t'i shkojë dhe asaj procesi i dhënies së gjakut. Sepse patologji të tilla të ralla kanë specifika të ralla, kanë edhe sfida të ralla, që ti nuk i parashikon dot. Prandaj në këtë moment ti nuk mund t'i kërkosh një pacienti, dhe këtu tregohet qartë se zinxhiri i sistemit shëndetësor për fat të keq nuk funksionon si duhet, edhe tani që flasim, edhe pse ne i kemi disa gjëra në vi, në atë kohë vajza nuk mund t'jepte gjak dhe nuk e dha. Dhe ju arritët të siguronit jetë shpëtuesin? Dhe e siguruam jetë shpëtuesin përmes një pacienti tjetër, i cili e ruante... Kishte nevojë për vete, por... Kishte nevojë për fëmijën e tij dhe e solli për mua. Dhe ai ka ardhur, nuk e di, me makinë, ka ardhur bashkë me motrën time, e kam stërthën këtë gjë në miq, në njerëz, dhe sinqerisht i detyrohem jetën atij njeriu. Sepse më shpëtoi jetën në momente që realisht jo isha midis, po kisha kaluar në atë moment pa ndjenja, pa kuptuar se ku isha dhe çfarë po bëja. Më vjen shumë mirë të dëgjoj për sensin e mirënjohjes mes njerëzve, por më vjen shumë keq të dëgjoj për mungesën e efikasitetit të sistemit tonë shëndetësor.